Rritja e çmimit të naftës ka goditur rënd sektorin e bujqësisë. Efekti është i menjëhershëm pasi ka arritur kostot e të gjitha shërbimeve në kulturat bujqësore. Së pari janë ngritur çmimet e punimeve, duke nisur nga plugimi ku një dynim nga 15 deri 16.000 lekë të vjetra ka shkuar nga 20 deri 22.000 lekë të vjetra. Efekti është zinxhir për të gjitha punimet e tjera si frezim, mbjellje, kultivim, spërkatje, korrje. Rritja e çmimit të karburanteve ka ndikuar gjithashtu edhe në rritjen e kostove të transportit të produkteve drejt tregjeve, e cila është reflektuar në tregun e pakicës. Në kushtet e rritjes së kostos së prodhimit dhe mungesës së shitjes së disa produkteve si shalqiri, lakra e preshi, kërkohet ndërhyrje nga shteti për të mos çuar drejt falimentimit 60% të fermerëve të vegjël. Neve na kanë shkatërruar komplet. Nuk e dim se çfarë zgjasin, inshallah na hulin e çik në taks në gjë, se po që kështu ne jemi drejt falimentimit. Me rritjen e çmimit të naftës, ajo janë rritur edhe inputet e tjera? Po, gjitha. Plerat, gjitha. Gjitha me plera, me gjitha. Unë kam 2 kalamaj, të 2 kam shkollë, me zor e kalojmë që të tashu. Me borxhe jemi. Do të thotë që një sezon i dështuar apo? Po, normale. Normale jetë kush lakra. Nuk është se tani lagrën po. Kjo është e vërteta. E bëjmë prodhimin, po nuk shitet. Ajo është problemi. Nuk shitet. Nuk ka më keq kur ti e feston gjithë këtë lekë e hedh aty, themi neve se ne i themi kështu, fshatarëshe me galum, edhe ta gërmosh me thonjë dhe se gjejmë dot me. Këtu është bajato, çdo gjë është bajato, nuk ka asnjë lloj ndihme. Për shembull, unë këto ullinjt kam mjell, kam vite që i kam mjellur me lloj sakrificash, edhe nuk u hedh dot plehrat tash, se nuk i blej dot. Ja, shikoni gjithë kjo punë që është bërë këtu, unë jam mosh. Punëtori se marr dot, sepse punëtori s'ka fuqi punëtore. Edhe për këto halle që ka bujqësia, është vetëm shteti rregullator. Shteti se ka mendje fare ke ne, ke ky popull. Ky shtet nuk e ka mendje fare ke ky popull. Çmimet e naftës janë rritur, çmimet e inputeve janë rritur. More të gjitha nuk vetë do të marr një gjë, as naftën, ja shikoj si kanë ngelto se duan vrar me tregjin. Unë s'kam lek ti bëj këto. Po. Janë rritur punimet apo jo? Jam rritur punimet, nuk bën dot asnjë punë. Momentalisht bujqësia është katastrofë.